Të nderuar media, faleminderit për pjesëmarrjen e juaj sot në këtë organizim të cilin e bëm ne si aktivistë të shoqërisë civile. Jemi mbledh që ta protestojmë vendimin e gjykatës themelore në Prizren, e cila e shpalli vendimin që me vetëm 12 vjet ta dënoi me burg vrasësin e zonjës Zejnepi Bytyqi Berisha, me vetëm 6 muaj për lëndimin e letë të cilën ja bëri vajzës së tij të mitur. Dhe kjo ne mendojmë që nuk është drejtësi, mendojmë që nuk është bërë ajo e cila do të duhej të bëjë në këtë rast sipas kodit penal, ku veprat e tilla dënohen edhe me burgim të përjetshëm. Po ashtu ne sot kemi dalë me një kërkesë që prokuroria e shtetit ta bëjë ankimimin e këtij dënimi dhe të kërkojë që ky dënim të rishikohet dhe të ngritet dhe të jetë proporcional me veprën kriminale e cila është shkaktuar nga Nebe Berisha në Suharik. Faleminderit. Unë jam Adelina Berisha prej Rjetit Grave, pjesë e organizatorëve të kësaj proteste sot. Ja kisha jap fjalën edhe zonja Hajrie Thaçi, motrës së zonjës Zejnepe, e cila ka ardhur sot bashkë me krejt familjen me për protestën. A do të zoja pak makina? Ju lutem viçi parashtroni pyetjen tonë. A jeni gati kamera? Zonë, çfarë do të thotë për familjarët këtë dënim ka qenë për vrasjen e motrës? Shumë pak. E kam merituar më tepër, po se kemi pritur që ka që ja japin. Edhe më kanë thirrë mua në seanca, më kanë qenë ftesë, asnjëherë prokurori s'u ka pyet. As burin as mua. Nuk e pranojnë me kaq dënimin se ka bën krim të madh. Unë më mbet mua e kishna marrë të ura madhe në Suharik. Ura e me marrë me vjerje me ba. Edhe ka pak, që shma ka dhenë motrën, e ato me dhenë. Se na kanë gjetë pa vllazni jemi, pa krah. E kanë gjukë që shkanë dashtë. Që ka që s'po disha me thonë veç unë kam qef me sa ma tepër me na përkra që dënimin me marrë sa e meriton. Sa herë keni qenë ju në gjykim edhe qa keni bo? Keni thonë një fjallë, keni lypë ma shumë, dënim? Po unë të kallëzova që mu asnjëherë kum shku, 4-5 herë kum shku, asnjëherë s'm ka pyet. Ftesë na ka qenë dhe burrë të mu, nuk na ka pyet asnjëherë. Këtë motrën që janë mas leje, me burë, këta i në thonë kërësori, edhe këta i ka marrë në pyetje, këta i në thonë dëshmitarë. Tash nuk do disha me burë. Fëmijët si e kanë pritë këtë dënim për babën? Edhe fëmija nuk e kanë pritë një. Jo, nuk e kanë pritë ka që ja japin. Kanë menuar ata që ja japin 20 vjetë për tjetë. 20-25 vjetë. Ne akret kemi menu qashtu. Amo kore kemi ndëgju lojmin 12 vjetë, sukur s'pa disha me ta. Sukur t'i shkonën rrugë me bani një deshje edhe me kaluën. E tash s'pa di. Veç e meritën ma tike. Se ka bon krim, shka s'ka bon kërkush në sotë. Ka bon krim. Gjithë ka pas gazet, gjithë ka pas kur nuk ka kon, gjithë ka kon me shtres. 16 vjetë me ta ka jetu, 16 ditë mira një ka. S'po disha me ta zoti i shala, në shpërbel, nuk po disha me ta më të. Faleminderit. Hajrie Thaçi. Emri dojës është Hajrie Thaçi. Zdaj si pa vse kontra, da nam doma je.